Koplani u krijua në periudhën e entuziazmit, menjëherë mbas rënies së murit të Berlinit. Themeluesit e tij ishin brezi që patën mundësi, falë dhe ndihmës ndërkombëtare që u dha Shqipërisë, të studionin disa nga shkollat më të mira në Evropë edhe në Amerikën e Veriut. Ne kemi punuar në zonat më të varfra dhe më të vështira të Tiranës dhe të Shqipërisë. Më vonë kemi zgjeruar aktivitetin tonë në ngritje kapacitetesh edhe në Kosovë, Maqedoni dhe vende tjera të rajonit. Ishte entuziazmi i kohës, ka qenë momenti i transformimit të Shqipërisë, ka qenë momenti i çlirimit të Kosovës, ka qenë një moment kur gjithë kjo energji po kapitalizohesh dhe po projektonte Shqipërinë e të ardhmes. Sot natyrisht Shqipëria sotme nuk mund të themi që s'ka probleme, madje disa prej tyre janë sofistikuar, por Shqipëria sotme ka ndryshuar dhe ndryshimi në shumë aspekte, domethënë, është edhe falë kontributit që kanë dhënë organizata të tilla të quara siç është edhe Koplani. Koplani ka ecur, ka evoluar si organizatë, si institucion, por nga ana tjetër dhe konteksti ka evoluar, shoqëria ka evoluar. Shumë probleme të cilat ne i kemi produkuar janë zgjidhur sot, falë edhe kontributit dhënë nga Koplan, por problemet të tjera janë krijuar në shoqëri. Sfidat e reja janë krijuar, disa prej cilave janë shumë komplikuara dhe kërkojnë angazhim dhe mobilizim me një mentalitet tjetër, akoma më të avancuar se ai i joni në vitet 90 dhe 2000. Kështu që unë jam i lumtur që shikoj në organizat fytyra të reja, ekspertë të rinj, të cilët sjellin përvojat e tyre dhe e ribëjnë Koplanin nga e para duke u nisur mbi bazën jo vetëm të trashëgimisë së kaluar, por edhe të përvojave të reja që po krijohen në këtë organizat. Gjithçka ka qenë për të bërë jetën më të mirë të komuniteteve. Urimi im për Koplanin e sotëm është që të mos humbi memorien e të kaluarës, mbi shtratin e kësaj memorie, mbi përvojat më të mira, apo dhe mësimet e nxjerra nga dështimet, të ndërtoj dhe të vazhdoj të ndërtoj përvoja të reja. Sot ne jetojmë në një epokë digjitale, por gjithmonë fokusi duhet jetë interesi qytetar dhe komunitar. Ajo që quhet qasja nga poshtë lart. Koplani nuk është një organizat që thjesht duhet të përfaqësojë interesat e një autoriteti plot fuqishëm që vjen nga qeveria qendrore apo parlamenti apo nga politika. Në radhë parë duhet të përfaqësojë interesat e qytetarëve, të konsolidojë përvojat dhe ekspertizat që ka dhe të hapë dhe fusha të reja në varësi të zhvillimeve që po ecën vendi.